A jem pjabu mirë? Mirë. Kjo është hoje organike, kjo hoje edhe hohet. Vetëm i loq që e shëron reumën. Nëse je alergji çfarë ndodh? Është shumë rrezik. Mundesh me deka? Mundet me dek, është që për kancerin e gjirit, domethënë shëron shumë. Einsteini ka thonë, është për imunitete, është kundër reumës, se ka 100 mira i ka helmi bletës. Mirë po njerëz nuk e din. Edhe është shumë gjuna, është shumë keq me myt bletën. Përshëndetje! Përshëndetje. Si jeni? A jeni mirë? Që ti? A je mirë? Mirë jeni. Më fali Leni, po vjen çaj kjo qit. Kjo është me dru të kolbun, këtë njerë i theshin në jak, ose me eshk. Është një pjesë që del në dru, është pjesë e drunit, e cila ajo quhet eshk. Edhe ajo, mirë po, për mos mu përdor, se ne e gjendemi në bletishtën bio, domethënë është kjo organike, nuk guxon mu përdor as letrat, as nuk guxon kur gjë, vetëm është domethënë myk i drunit ose eshk. Dikon e kom po që qatë edhe mandarina? Për aromë. Për aromë, se mirë po ajo është... Qa bujna me ta? Që tash e hapum, një koshere. Një koshere, Po, do e marrëm mesatare. Domethënë nuk do të marrëm pe koshereve të... Qëta është nga gjuhën bleta? Jo, nuk gjuhën. Që mas blite, se edhe me bletën duhet me ditë me bashkëpunu. Kur të pranon ajo me punu. Domethënë tash të pranon me konë, për shembull kur e ka ajo kohën e vet. Tash blet e fushës, vin, janë plodhna, janë edhe të acarume, që me thonë ose në rozë, se janë plodhna e pushojnë. E tash nuk o koha. Zakonisht deri diku në ora 3, bletat pranon ma let. Mirë po tash ne e kena kalu ata fatin, veç shpresoj që do të na Kanë me mdosht, ka me pranu, po çfarë? Ai mund kishin hongër krejt? Po jo me mosa mbrojtëse. Metolit ku? Qa mësë që kja? A ku morë dorën kësaj puna? Domethënë kur e hapëm kosherën, Po? që donë mund është me hapë edhe ti. Atë e hopë jone, po tu, se mu së mjojnë dorën ta. Hape, veç pak këtu të kjo vrima këtu. Qka ju bën kja? Mirë po, domethënë kjo e shqetëson. Veç e hapë pak, ka dole. Po? Kur të hapë, mas miri është, lëshok është, këto tash kjo është e dhome. Për shembull kur e hap mas miri është me hap edhe me timu, është një farlloj paralajmërimi, sepse këto bletë e para cilat kanë ekzistuar, këto kanë ekzistuar në mal. Tash kur ekzisto bleta në mal, ajo gjithmonë shqetësohet kur e ndin tymin. A jem pjabu mirë? Mirë. E so koshere i ki gjithsej? Gjithsej janë diku në ofër 300 koshere, mirë po në këtë bletisht janë ofër 60 koshere, domethënë janë mbi 60 koshere, mirë po kjo është, pe i dallim pe atyne, kjo është organike. Gjithmonë duhet me cip. Domethënë çdo sen çka përdoret këtu është organike, nuk guxon mu trajtu, që trajtohen blet konvencionale, mirë po kjo është organike, nuk guxon me pas blet ofër ma ofër se 3 km e gjysmë, nuk guxon domethënë këto hojet i prodhon kjo, nuk guxon me ndihmu. Mirë po kjo hojen e marrën vetë. Tash e hapum. Tash po e hapum nja. Po një. E jam të regan që so ku mirë është me qëtë punë, aha në dënë. Në dikun që 30 vjetë. O, më kopi një më mduke. Jo, vërë, asë një. Unë me mora? Jo, veç pak. Veç pak. Se këto e kem patela, domethënë, është pak... Që të bu njolta, po? Po, që kjo është njolta, qërë. Që njolta, hajtë këtina. Hajtë e kamerë, më sti prej ka. Jo, po i so gole edhe një. Qërë njolta. Nale, ta bëjësit e qashtë? Po. Qërë njolta. Kjo është, domethënë, hoje organike, kjo hoje edhe hohet. Pa kur farë problemi hohet. Domethënë, i kem këtu, hoje, edhe gjitha, tash, është për shembull kjo... Hallakatën,
S'po guxojmë livrit. Po livrit lirisht se sa. Që në fytyrë? Po hejtë, ku për fytyrë? Në këse? Ja, bes. E më së të pis. Kjo është pjella. Tash, pse? Që, do më thonë që kjo është pjella. Pjella ka kamera. Veç pak, që kamera e rrugë në tonë. Për shembull, këtë pjesën se do me ditë me ru se këto janë. E sojën këto, sojën gjithësja, më nësh me ditë. Këto, do më thonë, dikun ne huje, dikun i ka dikun rreth 3000 vrima. E spjegojmë pak ma vonë pe atyne, edhe dikun rreth 3000 pritet pe ne hujen, që fse është e punu me këtë komplet, priten me lindë. Pe soj. Një koshere dikun pe 20.000 deri në 30.000 blet edhe pjell, dhe më honi ka blet punëtore. Helmi bletës është, thuhet se është i vetmi helm, dhe më honi i vetmi i laqë që e shëron reumën. Sa thuhet, kom rase, shpesh herë edhe i trajtoj njerëz, vetëm se duhet me konë, mos me konën alergjik. Dhe më honë, duhet me konë i sigur, mos me konë alergjik. Nëse je alergjik, që atë ndodhë? Është shumë rrezik. Mënesh me dek, a? Mënesh me dek, po tash unë i posedoj edhe ato, do më honë, hiperpenin, është kunder alergjisë. Mirë, po teri tash nuk më ka ndodhë që me përdorë, sepse shkoj në ondë sigurt, edhe është shumë e mirë, për shembull, është edhe është kundër smundjeve kancerogjene, sidomos është, domthonë, e kom pa në një emision në televizion australian, është për kancerin e gjirit, domthonë shëron shumë, e kanë marrë një pjesë qelizës kancerit gjirit, edhe helmin e bletës, domthonë, edhe e kanë vrejt për 60 minuta, domthonë e ka eliminu. E çka është më e mira është që për shembull helmi i bletës nuk i dëmton qelizat e dobishme. Mirë, po domthonë i dëmton vetëm ato të dëmshme. Mirë, po kjo shkenca, kjo shkon në vazhdim duke kontrollu, duke studiu se nuk do me thonë se tash që ajo krejt na qa thomë se mundet me qenë e vërtet, mirë po ndihmon shumë. Unë për shembull moshën teme 62 vjeçare nuk kam problem as me nyje, as me reum, as me... Mirë. Dhe me thonë me sa kuptova, disa lloje të sëmundjeve veç se po i përmisoj ka po i shëroj ka. Po lini. E ju bëni edhe mjaltën, a? Po. E përpunoni? Po, nuk. Na vetë ndjerën te i bletës, nuk përpunojmë, nuk pretëm. Krejt problemet ma të mëdha janë që te njerëz që po mendojnë që mjalta duhet mu përpunu, duhet mu domthonë mjaltën pak a shumë është me vrejt, a është originale ajo, sepse edhe në për dyqane, ajo është domthonë e shënon, fort mirë shënon që nuk është mjaltë originale, thot është mjaltë e përpunume ose është mjaltë e invertume. Te ne e shumë, pak a shumë, që është veç mjallë, domthonë edhe na besojmë krejt në ato që domthonë e shiqojnë. Ajo shënohet mjallët me shkrunjat më dha, tani ajo përbomi atyne. Mjallëta nuk do mu prek kur gjë, mjallëta është vetëm nxirret, domthonë edhe është bio. Mirë, po unë e duhe këtë punë, domthonë e kom pasion, domthonë edhe kur unë piskon bleta, edhe kur s'unë piskon, edhe krejt domthonë gjithmonë jam mirë me ta. Është një gjë që në sen që kur e don ti, ma let e punon, ma let këto, edhe mjalti është. Domthonë nuk është veç mjalti në mbletisht, ne kemë shumë gjona tash për shembull, shumë herë unë bëj thirrje që me marr mjaltin edhe nga bletarë, sepse domthonë ka shumë dobi pe i bletës, ka dhe natyra, gjitha këto pemë, gjithë kjo bukuri, gjithë kjo zhvillim, domthonë bëhet polenizimi i fryteve, domthonë të pemëve, edhe thuhet se Einsteini ka thonë 4 vite ka jetë njeriu pas zhdukjes së bletës. Në pemishte, në prodhim të ri të bujqësisë,
dikun e rrit prodhimtarin aty ku ka prezent blet pej 40 deri në 60% është domethënë e rrit produktiviteti. Domethënë ka shumë sene. Po, e tregon pse e ke thurr kështu? E kum thurr për mos me hi shtazë. Për shembull, na këtu jem në një pjesë që është ka dhe shtazë tegra. Çfarë shtazë kena? E kemi derën e egër, kemi Arusha, keni? Çu, hajde. Po, ekëm, shkum. Ka ari, domethënë në ne kum pas qëra ajo pjesa, pak ma e qenë që është aty, e hapën domethënë ka hi për asaj pjese edhe mi ka dëmtu qito 3. Ariu, a? Qysh mëra. Qito 3 vlet e fundit mi ka dëmtua, domethënë ai mjaltën atë. E ka marrë mjaltën. Tash, këtë unë s'kisha guxu valla me punë. Këtë gardhin elektrik e kemi vendos. Pej që kum vendos gardhin elektrik, nuk kum pas problem. Domethënë kur e prek kjo drill. Tash momentin ju kur i ardhën e kum shkyqen, mirë po drill ka një tension dikun 60. Këtë s'po bëj ka marrë vetë heq? Jo, po, jo. Se përna në ka arushe. Unë po të tregoj krejti tash e të këtë ide. Të tash ma të vetën, a? Bletën e do dikur që unë e thash e ceka, kjo është shpehet në mënyrë tegër, natyrë, krejt. Domethënë krejt është natyrale, edhe është e dobishme. Gjithçka natyrale është e dobishme. Po gjithçka, po kjo është organike. Se ki ka pak dallim ajo natyralja me organikën, se organike është e veçantë. Unë këto e kom kontroll, domethënë pe Bashkisë Evropiane, pe Gjeneve, domethënë është viti kaluar edhe viti tashëm, sepse duhet më bëj certifikimi i mjaltës organike për çdo vit. Po jo vetëm se nuk ha bleta, edhe bleta është edhe nëse han, ajo vetë ka të mira. Unë qëllimisht domethënë kur nuk qes mbrojtje sepse është për imunitete, është kundër reume, se ka 100 të mira i ka helmi bletës, mirë për njerët nuk e din. Edhe për 10.000 sen, nuk thuhet badihova që ajo vdes, e jo cu, po vdes. Se domethënë bleta, kosherja, komplet, edhe është shumë gjuna, është shumë keq me myt bletën. Nderuar, faleminderit shumë që gjete komento me neve, me na tregu rreth punës që e bën edhe dobi të mira që na vijnë nga bletat. Faleminderit shumë. Knaçi edhe për neve. Knaçia jam është për vizitën edhe shumë faleminderit.